SPA ka mbyllur hetimet dhe ka dërguar për gjykim në GKK Safet Bajrin, Behar Bajrin, Astmer Bilalin dhe Ria Agon, të dyshuar për vrasjen e Fatbardh Licit në Shkodër në gusht të vitit 2018. Për vrasjen e Fatbardh Licit, SPA ka ngritur akuzat: vrasje me paramendim, kryer në formën e veçantë të bashkëpunimit, atë të grupit të strukturuar kriminal, si dhe grupi i strukturuar kriminal dhe kryerje e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal ndaj Safet Bajrit, Behar Bajrit dhe Astmer Bilalit. Kurse Ria Agon akuzohet se ka drejtuar një prej makinave të përdorura gjatë kësaj ngjarje. Motivi i vrasjes së Licit, sipas SPA, lidhet me dyshimin e Behar Bajrit se Ibrahim Lici kishte vrarë një pjesëtar të grupit të tyre, ish policin Boran Bërçana, me 15 korrik të vitit 2018, i cili u ekzekutua në makinë bashkë me partnerin Silvo Ndoci, ndërsa fëmia 3 vjeçar shpëtoi. Safet Bajri dhe Astmer Bilali janë drejtuar gjykatës së lartë me rekurs me 14 prill për masën e sigurisë arrest në burg në gjykatën e lartë që u saktua ndaj tyre në muajin shkurt nga gjykata e posaçme dhe që u la në fuqi edhe nga apeli i posaçëm antikorrupsion. Gjykata e posaçme miratoi masën arrest në burg ndaj të dyve, si dhe ndaj Behar Bajrit, si persona që dyshohet se morën pjesë në vrasjen e Fatbardh Licit, ngjarje kjo ndodhur në vitin 2018. Ndaj tyre SPA ka ngritur akuzën vrasje me paramendim, kryer në formën e veçantë të bashkëpunimit, atë të grupit të strukturuar kriminal në dëm të viktimës Fatbardh Lici, si dhe grupi i strukturuar kriminal dhe kryerje e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal. Organi i akuzës ka dyshime që këto 3 persona kanë planifikuar, organizuar dhe kanë kryer me 10 i tetit 2018 në qytetin e Shkodrës vrasjen me armëzjarre të shtetasit Fatbardh Lici, i afërm me shtetasit Ibrahim Lici.